Shtyrja e fatit për faljen fiskale me 2 muaj nuk është i mjaftueshëm. Kriju i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Tiranë, Nikolin Jaka, deklaroi se kjo masë është një sinjal pozitiv, por përsëri nuk është ndërron procesin e faljes në një proces të suksesshëm. Normalisht që nuk janë mjaftueshëm, kjo është arsye që ne marrim si një sinjal pozitiv dhe jo si një vendim pozitiv. Pasi nëse do kemi ndryshimin e nenit 22.4, është mëse normale që një afat 6 mujor është pothuajse minimumin e mundshëm që kërkon sipërmarrja shqiptare për të bërë pjesë e deklarimit dhe amnistisë fiskale. Unë do doja ta mendoja si një sinjal pozitiv, pasi shpresojmë që në vendimin që do merret të parashikohet tërësisht kërkesa që ne kemi bërë. Ja ka bën thirrje që të rishikohet edhe një herë ky proces dhe të merren parasysh kërkesat e biznesit. Dhe me kërkesën që ne kemi paraqitur, një ndër pikat është edhe ndryshimi i këtij neni në mënyrë që të kemi një implementim dhe një sukses të amnistisë fiskale. Unë jam entuziast, optimist që nëse do operohet me ndryshimin e këtij neni, jo vetëm nga kontaktet që kemi patur me sipërmarrës të ndryshëm, por duke parë edhe atë çfarë ka nevojë sot sipërmarrja shqiptare për të vetë deklaruar dhe vetë pastruar, do përbëjnë një hap cilësor në implementimin e amnistisë fiskale dhe që do ketë një ndikim të drejtë për drejtë, jo vetëm në formalizimin e ekonomisë së vendit, por edhe në mbushjen e buxhetit të shtetit në të ardhura, që mbase do kalojnë edhe parashikimet e pritshme. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë kërkoi që afati i aplikimit të faljes fiskale të shtyhej me 6 muaj, ndërkohë që kryeministri Berisha premtoi se do të ketë një shtyrje të afatit deri në fund të shkurtit.